Louise Ailey, një nga figurat më të dashura të publikut shqiptar, ka publikuar së fundmi një moment të veçantë që ka ngjallur shumë emocione në rrjetet sociale. Në një foto të postuar në Instagram, Louise shfaqet i rrethuar nga dy prej grave më të rëndësishme në jetën e tij, nëna Angelina dhe bashkëshortja Chiara Tito. Të tre qëndrojnë përpara monumentit të Nën Terezës, në një çast që është shoqëruar me një mesazh prekës dhe shumë domethënës. Mes dy dashurive të jetës sime dhe me bekimin e Nën Terezës. 3 gra, 3 zemra. Nëna që më dha jetën, gruaja që më jep forcën dhe një shenjtore që frymëzon botën, shkruan Louise, duke përmbledhur me ndjenjë të thellë mirënjohje e gjithë respektin që mban për këto figura të shenjta në jetën e tij. Nëna Angelina ka qenë gjithmonë një shtyllë e fortë në jetën e Louisit, një grua e palodhur që e ka mbështetur djalin e saj në çdo hap të rrugëtimit të tij artistik dhe jetësor. Nga koha kur ai nisi të këndonte në festivalet e para, deri tek sukseset në muzikë dhe kulmi i popularitetit pas fitimit të Big Brother VIP, Angelina ka qëndruar gjithnjë pas tij me krenari dhe përkushtim të plotë. Prania e saj në këtë foto është simbol i dashurisë së pastër nën e birë, një lidhje që koha vetëm e ka forcuar. Nga ana tjetër, Chiara Tito, bashkëshortja dhe partnerja e jetës së Louisit, është tashmë jo vetëm një figurë publike shumë e njohur, por edhe një shtyllë e fortë e stabilitetit dhe lumturisë në familjen e tyre të re. Që prej njohjes së tyre në shtëpinë e Big Brother VIP, publiku ka parë se si mes tyre ka lindur dhe është rritur një histori dashurie që sot është kurorzuar me martesë dhe me ardhjen në jetë të vajzës së tyre, Lunës. Chiara shihet në këtë foto me një buzëqeshje të qetë dhe të plotë, një reflektim i qartë i dashurisë dhe harmonisë që mbizotëron në jetën e tyre. Ajo që e bën këtë moment edhe më të veçantë është prania e statues së Nën Terezës, simbol i sakrificës, dashurisë pa kushte dhe frymëzimit universal. Louise e përfshin këtë figurë të shenjtë në përshkrimin e tij, duke treguar se për të, përkrah nënës dhe bashkëshortes, qëndron edhe një figurë shpirtërore që përfaqëson dhe frymëzon vlerat më të larta të jetës. Ky postim është më shumë se sa një foto e bukur familjare. Është një rrëfim i heshtur, por i fuqishëm, për rëndësinë e familjes, për dashurinë dhe për rolin që gratë luajnë në formimin dhe përparimin e një burri. Reagimet nga ndjekësit kanë qenë të shumta dhe shumë pozitive. Komentet e mbushura me fjalë të ëmbla dhe përgëzime e vërtetojnë edhe një herë se Louise dhe familja e tij vazhdojnë të jenë ndër më të pëlqyerit dhe më të ndjekurit në Shqipëri. Me këtë postim, Louise jo vetëm që ndau një moment personal me publikun, por solli një mesazh universal, se dashuria, mirënjohja dhe respekti për ata që qëndrojnë pranë nesh në çdo hap të jetës, janë pasuria më e madhe që mund të kemi. Dhe ndonjëherë, një foto dhe disa fjalë zemre vlejnë më shumë se çdo sukses apo çmim.